Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së profesor Dr. Shukri Rahimit, historianit të parë shqiptar në Maqedoni, organizoi një akademi përkujtimore, ku figura e tij u vlerësua si një ndër personalitetet më emblematike të historisë dhe historiografisë kombëtare, duke lënë pas 10 punime shkencore dhe vepra të rëndësishme që shquhen si bazë për studim. Jemi mbledhur sot në këtë akademi kushtuar veprës dhe jetës së profesorit Shukri Rahimi në një datë simbolike, në 100 vjetorin e lindjes së tij, për të kontribuar ndaj respektit të veprës së tij në përgjithësi, ndaj punës së tij si historian dhe ndaj përkushtimit me vite ndaj shkencës së historisë. Në këtë ditë të sotme, pa dashur të marr kohën e profesorit të nderuar i cili ka përgatitur një ekspoze në lidhje me jetën dhe veprimtarinë e profesorit Shukri Rahimi, unë do të ndalem vetëm në disa pika që mendoj se janë me rëndësi gjatë punës së institutit tonë. Përndryshe, në 5 vjetorin e themelimit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Këshilli i institutit vendosi që t'i ndaj profesorit çmimin për veprimtari jetësore në vitin 2013. Në këtë rast, dua të theksoj që Biblioteka e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve kishte pak kohë që ishte themeluar me vendim të Këshillit të Institutit, në ndërkohë që ai bëri një vizitë në institut ku u emocionua te mase kur pa që brenda institutit kishte filluar funksionojë një bibliotekë. Me këtë rast biseduam për çështjet e veprimtarisë së tij, për çështjen e angazhimit të karrierës si historian dhe në mes tjera ai tha që kur është hapur Universiteti i Prishtinës dhe kur është hapur katedra e historisë, kolegët e tij, miqtë e tij nga Prishtina kishin ftuar që të kaloj atje me punë dhe të jetoj atje njëkohësisht. Në ndërkohë tha që sa kishte filluar me punë katedra e përzier e historisë dhe gjeografisë pranë Fakultetit Pedagogjik në Shkup, dhe ai ishte ankuar, kishte thënë, po si të lanë ato studentët në Shkup tani që mezi u hap ajo katedër. Dhe kështu që kishin arritur një ujdi që profesori të shkonte të mbante ligjerata atje, ndërkaq të vazhdonte të ishte angazhuar në Fakultetin Pedagogjik. Profesori Shukri Rahimi ishte ndër themeluesit e shoqatës së historianëve shqiptar në Maqedoni, një ndër shoqatat më të hershme të regjistruara gjatë viteve të tranzicionit politik. Profesori ishte i hapur në veprimtarinë e tij. Në një kohë mjaft delikate, ai arriti të shkruajë vepra të cilet zhvendosën kufijtë e historiografisë shqiptare. Vepra e tij monumentale, Vilajeti i Kosovës, do të bëhet shenjë identifikimi i veprimtarisë së profesorit dhe ai do të njihet madje edhe jashtë kufijve të Jugosllavisë së atërshme. Përndryshe, ai zhvilloi pa droje një polemik mjaft dinjitoze me historianin serb Bogumil Hrabak, e cila polemik edhe sot e kësaj dite të le pa fjalë kur e lexon guximin e tij në një kohë mjaft të ndërlikuar dhe delikate. Rahimi ligjëroi në Shkollën Normale të Shkupit dhe Shkollën e Lartë Pedagogjike, e më vonë u bë profesor ordinar në Fakultetin Filologjik të Prishtinës. Luajti rol të pazëvendësueshëm në formimin e shumë gjeneratave të historianëve shqiptar, mes tyre dhe profesor doktor Nebi Dervishi, ish studenti i tij, i cili në këtë akademi prezentoi një ekspoze kushtuar jetës dhe veprës së tij. Unë për fat pata fatin, në fakt, të jem në mbrojtje të vitit 1973, natyrisht në cilësinë si student i vitit të parë. Kjo kryevepër e profesor Shukri Rahimit e mbështetur në burime arkivore dhe literaturën relevante, s'ka dyshim se paraqet një kontribut me vlerë për historiografinë shqiptare për periudhën e ririndjes kombëtare. Nga viti 1971, profesor Shukri do të jetë profesor i rregullt në katedrën e historisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Kosovës, ku edhe unë hartuesi i këtij portreti kisha fatin që të jem ta kem pedagog dhe ligjërues profesorin. Është i madh numri i nxënësve të tij në Normalen e Liria në Shkup,
të studentëve në Akademinë e Lartë Pedagogjike në Shkup dhe të atyre në Universitetin e Kosovës pra në Prishtinë, që nuk do të harrojnë kur profesorin e historisë për epokën e rilindjes kombëtare shqiptare. Leksionet që i trajtonte profesor Shukriu shndroheshin në dieni të përhershme. Në revistat Jehona dhe përparimi, shpeshherë u sugjeronte, pra u rekomandonte maturantëve dhe studentëve të botonin punimet e diplomës, sepse aty në redaksi ishte edhe profesor Shukri Rahimi. Disa prej autorëve të këtyre punimeve sot janë studiues të shquar të historisë, të letërsisë, të pedagogjisë e të tjerë. Ai do të luaj rol të madh si profesor e ligjërues bashku me profesorët kolegët të tjerë pra akademik Ali Hadri, Masar Kodra e kështu me radhë. Është me të vërtetë numri i madh i magjistrantëve, i doktorantëve, i hulumtuesve në institutet tona shkencore që si historian janë ndërtuar edhe në kujdesin e profesor Shukri Rahimit. Duke ja dhënë historisë dinjitetin e dijes, ai së bashku me kolegët e tjerë të katedrës së historisë në Prishtinë janë kujdesur që të krijojnë kuadro të cilat atë dieni do ta përforcojnë me studime të temave dhe çështjeve të ndryshme historike, duke parë prej këndësh të ndryshëm studimor. Profesor Shukri Rahimi dha një kontribut të jashtëzakonshëm në përfilimin e teksteve mësimore në shkollat e Kosovës, në lëndën e historisë, si dhe ndihmës të madhe në cilësinë e redaktorit dhe kryeredaktorit në revistat Jehona, në kërkime historike e sidomos në revistën Gjurmime albanologjike, organi i Institutit Albanologjik në Prishtinë. Rahimi la pas një koleksion të madh librash me mira vëllime që u trashëguan institutit në mënyrë që studiuesit e rinj t'i përdorin për hulumtime dhe studim akademik. Të nderuar përfaqësues të Institutit për Trashëgimi Shkencore dhe Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, miq, kolegë dhe studiues. Në emër të familjes Rahimi, ju falenderoj nga zemra të gjithë juve që sot jeni mbledhur për të nderuar figurën dhe veprën e profesor Dr. Shukri Rahimit. Falemnderimi veçantë i takon edhe Institutit për Trashëgimi Shkencore dhe Kulturore të Shqiptarëve, me në krye drejtorin Besnik Emini, i cili me përkushtim dhe vizion e përfshiu 100 vjetoren e lindjes së profesor Dr. Shukri Rahimit në programin vjetor të institutit. Një falimderim të veçantë dua ta shpreh edhe ndaj profesor Dr. Nebi Dervishit. Miqësia e tij me xhaxhain tim dhe kujdesi i vazhdueshëm përbën një shembull të rrallë fisnikrie dhe respekti akademik. Për veprimtarinë e tij arsimore dhe shkencore, më së miri flasin studentët dhe bashkëpunëtorët e tij të shumtë. Unë mund të them vetëm se xhaxhai im i përkiste atij brezit të dietarëve që historinë e shihnin jo vetëm si shkencë, por edhe si detyrim moral e kombëtar. Në fund, dua të ndaj me ju edhe një dëshirë të ndjerit, e cila është njëkohësisht edhe dëshirë e familjes tonë, që bibliotekën e tij personale t'ia dhurojmë me zemër Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve. Kjo bibliotekë nuk është thjesht një koleksion librash, është trashëgimia e tij më e pastërt. Shpresojmë se këto libra do t'jenë frymëzim për studiuesit e ri, për ata që do të kërkojnë të vërtetën e historisë sonë kombëtare, sepse xhaxhai im besonte se historia është kujtesa e një populli, e pa kujtesë ai popull nuk mund të mbijetojë. Për në fund, ju falemnderit që nderuat jo vetëm punën, por edhe idealet, atë dhe dashurinë me të cilën xhaxhai im jetoi dhe punoi. Profesor Dr. Shukri Rahimi ka botuar 10 punime shkencore, ndërsa prej veprave më të njohura janë Lufta e shqiptarëve për autonomi 1897-1912, Vilajeti i Kosovës më 1878-1912, Gjurmime historike të rilindjes kombëtare e shumë vepra të tjera. Shukri Rahimi ishte gjithashtu deputeti i legjislaturës së parë të Parlamentit të Maqedonisë gjatë vitit 1990-1994. Në vitin 2003 u dekorua me medaljen e artë të lidhjes së Prizrenit, hero i Kosovës nga presidenti i Kosovës. Vdiq në mars të vitit 2021 në moshën 96 vjeçare.